Si kundur një thashtë të nderuar miq, do të flasim për ankandin që është zhvilluar pikërisht këto ditë për punimet artizanale. Është hera e tretë në fakt që organizohet një aktivitet i tillë dhe këtë vit ka patur mjaft interes, jo vetëm nga shqiptarët për produktet e artizanatit, nga të huajt, ka patur mjaft të ftuar ambasador, çka e bëri një aktivitet me përmasa më të mëdha nga vitet e shkuara. Do të jem në këtë bisedë me Ardita Bonatin, që është drejtoresha e Agjencisë Biznesit Social. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se do të shohim edhe pamje foto nga aktiviteti, por do doja të dija fillimisht, kjo është hera e tretë, unë e theksova që zhvillohet një ankand i tillë dhe si vjen artizanati këtë vit? Ka një interes ndryshe? Sigurisht, si që tha dhe ju është viti i tretë dhe duke pasur parasysh dhe 2 vitet e para, ka një rritje, një interesim të vetë ftuarve dhe të publikut që është i pranishëm në sallë dhe duhet të them që këtë vit përveç publikut që ishin të huaj, siç që përmend dhe ju ambasador me gratë apo trupa diplomatike apo të huaj që punojnë në Shqipëri në organizata të ndryshme, kishte edhe shumë shqiptarë të cilët ishin të interesuar dhe blenë produktet. Dhe pikërisht në këtë vit duke parë këtë interes, kishim dhe gama produkteve që kishim ofruar për ankand ishte më e madhe se vitet e tjera. Ka shumë artizan si u përzgjedhin punimet e tyre? Punimet artizanat tani ne i përzgjedhim duke qenë se produkti ankandit duhet jetë unik. Pra, ajo çka del aty është një produkt i vetëm që del për ankand, kuptohet, blihet dhe është me porosi. Që bëhet enkas për atë ankand. Që bëhet enkas për këtë ankand. Kishim zgjedhur teknika të ndryshme, kishim zgjedhur pirografin, që u afrua nga një djalë i ri 24 vjeçar nga Shkodra, shumë i talentuar. Kishim zgjedhur punimet jelek tradicional me fiari, që pati një sukses të jashtëzakonshëm. Ky ishte më i shituri, për këtë u bë një luftë shumë konkurrent midis një zonje me bashkëshorte shqiptare dhe një djali të ri që si përfundim e blevi ky djali në bazë të. Mund të na thuash vlerën sa shkoi? Atëherë 10.000 lekë të reja ishte çmimi fillestar që filloi. Dhe përfundimisht u shit me 28.000 lekë të reja. Që sigurisht shkuan për që sigurisht i shkon direkt artizanëve dhe mbështetjes tyre dhe një nga gjërat që bëjmë ne si agjenci është që gjatë gjithë kohës i vëjmë në dispozicion një dizenjuese, pra që të ruajmë traditën dhe sigurisht të ndërthurim dhe këto elementet e bukura kontemporan, sepse përveç produkteve tona që janë tradicionale, ne fusim dhe në një produkt që është kontemporan ose me element kontemporan që pëlqehet dhe që ka klientelën e caktuar. Kryesisht për çfarë i blejmë produktet, për dhurata? I blejmë për dhurata, i blejmë si suvenire për t'i pasur në shtëpi. Ky djali për shembull kishte një biznes, ky djali shqiptar që blevje lekun dhe tha tek zyrat më shkon shumë, më shkon jashtë. Unë sa e pashta doja dhe prandaj e bëra dhe luftën me zonjën sepse doja që ta kisha pikërisht tek zyrat që kam. Kryesisht artizanatët ishin të rinj? Ishin të ndërthurur, pra ishin mjeshtrit që kanë një traditë dhe një eksperiencë tashmë 30, 40, 50 vjeçare, ishin dhe të rinj, që e din mirë, ishin dhe të rinj, sepse siç e thash në bisedë që po bënim më përpara, agjencia ka bërë dhe disa projekte pikërisht për ta kaluar këtë traditë, pra për t'ia përcjellur të rinjve zanatin e bukur të artizanatit, duke u mbështetur siç thatë në traditat tona dhe në një element kontemporan. Këto kurse dolën shumë të suksesshme, këto projekte u zhvilluan në Kukës dhe në Shkodër dhe pikërisht këto nxënës që u trajnuan, që ishin 50 të rinj nga qarku i Kukësit dhe të reja kuptohet, dhe 50 nga qarku i Shkodrës janë pjesë e panajireve që bëjmë dhe 2 nga këta 3 nga këta të rinj ishin pjesë fituese ankandit për produktet e tyre. Ju po flisni shpesh të rinj, kisha konceptin dhe idenë se të rinj të quanin si një punë të vjetëruar punën e artizanatit. Duket se ka një interes tani tjetër të patur të ftuar dhe të rinj. Është vërtet, Niki, kjo ka qenë më përpara, por vitet e fundit shikohet një interes. Pra, duke parë që këto produkte kanë filluar shiten, kanë interes dhe të vetë shqiptarët dhe të vetë ne. Dhe kryesisht të huaj janë shumë të interesuar, ka filluar interesimi tek brezi i ri për të mësuar këto zanat, siç thash ishin teknika të ndryshme, pirografi, punim të zgjau pëlhur, qëndisje me fiari siç ishte jeleku, kishte një set të prodhuar nga 2 vajza motra të reja shumë të talentuara, një ambazhur dhome punuar me fije leshi dhe një tablo për një kornizë muri shumë e bukur, pra ishte set. Pra kishte disa punime, ishte edhe një sixhade kukësit shumë e bukur e prodhuar nga një mjeshtre, një nga mjeshtrat tona më të mira që kemi, që ishte produkti i fundit që u shit dhe ajo, sigurisht. I interesuari për blerje të produkteve të artizanatit, çfarë sheh? Shef produktin si mbarse një vlere kulturore, sheh lëndën e parë, materialin, idenë e prodhimit?
Çfarë ishte më tepër I interesuar? shikon të gjitha këto. Pra, produktet që nxirren në Ankand, dhe në Panajir, po sidomos në Ankand, duhet të jenë të një cilësie të lartë, të prodhuara për herë të parë dhe kanë nga ato produkte siç thash që kanë mesazhin, pra traditën, vlerën kulturore e përcjellin, dhe ndonjë produkt kontemporan siç ishte produkti i pirografisë që kishte sjell djali nga Shkodra, i riu, që u pëlqye shumë dhe u ble, që ishte pak më kontemporane, domethënë kishte element traditës, po ishte më shumë kontemporane. A ka një treg të artizanatit në Shqipëri? Ankandi është një mënyrë shumë e mirë që ata të paraqisin punët e tyre, të marrin fitime dhe përgëzime, sepse janë aktivitete dhe mundësi shumë të mira për t'i dhënë një hof më tej artizanatit. Po në përgjithësi përveç këtyre, jashtë këtyre aktiviteteve, duhet themi që prap ka vështirësi. Pra atë çka bëjmë ne si agjenci që mundohemi që t'i promovojmë dhe t'i thresim nëpër panajire, kemi bërë dhe lidhje me disa klientë që janë jashtë dhe që janë shumë të interesuar në Itali, në Francë, në Greqi, në Holland. Por përsëris ka akoma më shumë nevojë për sensibilizim dhe për jo vetëm nga ne si agjenci, po dhe nga vetë ne shqiptarët, pra një mesazh, një mbështetje që secili nga ne kur ka për një dhuratë apo një diçka, pse jo mos blejmë këtë produktin e bukur që është prodhuar, është cilësor, është prodhim shqiptar, apo me porosi mund tjetë edhe diçka e bukur kontemporane e ndërthuar. Ama mund të ketë një lloj meraku, qoftë edhe një lloj sfide për agjencinë tuaj, duke patur parasysh që shpeshherë elementët e artizanatit merren nga jashtë, importohen, nuk janë shqiptare. Ka dyshime për këtë? Çfarë keni bërë ju? Sigurisht në treg ekzistojnë edhe ato prodhime të stampuara, të printuara në shtete të ndryshme, fqinje, por ajo çka zgjedhim ne në bashkëpunim me stafin dhe me, kemi 3 vajza të reja që kanë mbaruar shkollën për dizajn, dhe ato janë gjatë gjithë kohës në bashkëpunim me artizanët që i shikojnë, certifikojnë, i këshillojnë, i japin ide të reja, pra kombinojnë dhe bashkohore, dhe ajo çka duam ne është sigurisht cilësia dhe tradita dhe mundësisht duke filluar nga lënda parë. Pra procesi të shkojë zinxhir, lënda parë, jo fija leshit të blihet këtu në Shqipëri, mos shkojë të blihet jashtë, që të jetë shqiptare dhe t'i shkojë, pra këto të ardhurat t'i shkojnë të gjithë komunitetit, pra duke i bler lëndën e parë atit që e shet në malësit madhe nga tjerrja e leshit, i shkon të ardhur atyre familjeve, grupit familjar aty, o komunitetit atje. Duke përpunuar kjo artizania e Shkodrës, ka 10 vjetat punësuara. është një nga ato që kemi pasur në projekt që kemi quar makinerin, si që po flisnim më përpara. Pastaj kjo e merre shet, ka prap të ardhurat dhe është një zinxhir i tillë që kemi munduar ta krijojmë, që të gjitha të ardhurat të shkojnë dhe të përfitojnë nga këto, sepse siç e tham, shumica e artizanëve vinë nga zonat rurale dhe janë nga shtresat në nevojë. Pra në Panajir dhe në Ankand kishim dhe përfaqësues dhe artizan nga komuniteti rom, kishim dhe nga zonat rurale, kishim nëna të vetme që rrisin fëmijët. Që gjetën një mundësi të mirë për të shitur produktet e tyre. Panajiri Radhës, Ankandi Radhës? Ankandi bëhet një herë në vit. Panajiri Radhës mendojmë të bëjmë një në ver, Panajirit i bëjmë më shpesh, i bëjmë 3-4 herë në vit sepse dhe na kërkojnë. Në bashkëpunim dhe me bashkit, për shembull 10 kemi bërë në Gjirokastër, kur ishte edhe festivali kombëtar, kemi bërë në Berat, në Tiranë bëjmë 2, një për ditën e verës dhe një në fund vit, para festave të fund vitit, pra Krishtlindjeve dhe vitit ri, sepse vinë tashmë janë bërë, i din, vinë trupa diplomatik, shqiptar, ose përfaqësues të bizneseve që bëjnë një ritual që blejnë dhuratat dhe pastaj çojnë, i marrin me vete për të bërë dhuratat në vendet e tyre. Ne duhet ta mbyllim. Unë ju falenderoj shumë që erdhët. Kujdes në segmentet rrugore që dëgjuam që ishin me trafik. Shumë faleminderit. Ditë mbarë.